Një hetim I gjerë I Guardia di Finanza në Milano nxjerr në pa shtrirjen globale të asaj që autoritetet e quajnë sindikata e re e narkosëve shqiptar. Një rrjet që sipas dosjeve hetimore ka kapërcyer ndikimin internacional të ndrangheta. Qendra komanduese e këtij rrjeti dyshohet se ndodhet në Dubai, ndërsa hallkat operative shtrihen në portet e Amerikës së Jugut tek Roma dhe Milano. Sipas hetimeve, figura kyçe e rrjetit njihet me novkën El Tiburon Peshkaqeni, I cili drejton operacionet nga Dubai dhe përdor një sistem sofistikuar kontaktesh ndërkombëtare për trafikimin e sasive shumë të mëdha të kokainës. Autoritetet italiane përshkruajnë profilin e këtyre drejtuesve si high value target, duke theksuar rrezikun për sigurinë kombëtare për shkak të volumit të madh të drogës, flukseve financiare dhe aksesit tek armët. Në Evropë ky rol e luan Eldi H, I quajtur mekaniku, I ngarkuar në hyrjen e parë të drogës në kontinent përmes porteve si Anversa dhe Amsterdami dhe në shpërndarjen drejt Italisë me kamione të tir. Transaksionet financiare kryhen përmes kanaleve ilegale në transferimin e parave që shmangin gjurmërimin e klasit bankar. Rrjeti ka përgjegjës të veçantë për tregjet kryesore Romë dhe Milanos dhe lidhje operative me Belgjikën, Hollandën, Spanjën, Bretërinë e Bashkuar. Hetimet zbulojnë gjithashtu riinvestimin e fitimeve në sektor si arti përmes figurave të specializuara për pastrimin e parave. Për herë të parë, komunikimet e koduara të rrjetit janë dokumentuar gjërësisht nga autoritetet italiane duke fotografuar një strukturë kriminale moderne, fleksibël dhe thellësisht ndërkombëtare nga Amerika e Jugut tek zemra e Evropës, natyrisht, edhe me ndikim në Shqipëri.